shpesh, apo dhe ndonjëherë, ne ndalemi dhe admirojmë qytete, sidomos qytetet në cilët ne shkojmë dhe bujtim në udhëtimet tona. Rrugët e mbushura me jetë, rrugët e pastra dhe të pastruara, ambulansat që vrapojnë, makinat e policisë që ruajnë rendin, spitalet që shpëtojnë jetë, dyqanet, ndërtimin dhe arkitektët të cilët ndërtojnë, apo lulishtarët që rregullojnë gjithë pjesët e gjelbërimit të qytetit. Vërtet qytetet tona janë një lloj mrekullie. Por shumë pak njerëz kuptojnë një gjë të jashtëzakonshme. Kush është qyteti më i jashtëzakonshëm që ekziston? Është qyteti që është brenda secilit prej nesh. Ekziston një qytet i madh që është më inteligjenti, më i organizuari. Një qytet që nuk fle kurrë. Në qendër të këtij qyteti ndodhet truri ynë. Ai është kryeministri jon i heshtur, apo presidenti, që drejton miliona vendime në çdo sekondë. Pranë tij qëndron hipotalamusi, që është ministria e brendshme e trupit tonë, që kontrollon temperaturën, urinë, stresin, ekuilibron. Më poshtë gjendet gjendra hipofizës, që është parlamenti jon, ku miratohen urdhrat që kanë për të drejtuar të gjithë të qytet dhe vendimet ligjore. Mesazhet që vijnë nga sistemi nervor është mjeti i rrjetit të komunikimit kombëtar të qyteti, që lidh çdo qelizë me qendrën e komandës. Në këtë qytet ekziston dhe një qeveri e energjisë dhe jetës, që është tiroidja, që është ministria e energjisë. Ati vendoset sa shpejt do të punoj qyteti, sa shpejt do punoj metabolizmi jon. Më pas vjen gjendra mbiveshkore, që është ministria e emergjencave. Ajo ndizet në momentin që ndihet rrezik. Pankreasi është ministria e ekonomisë, sepse ruan dhe rregullon ekuilibrin e sheqerit në gjak. Pjesët ovariane dhe testikujt e meshkujve apo të femrat ovarianet janë ministria e cila siguron të ardhmen tonë, që jeta të vazhdoj dhe të garantohet. Por çdo qytet ka dhe shërbimet e urgjencës. Kjo ndodh kur merren plag, infeksione, sulme, dhe qyteti jon ka neutrofilet që janë ambulanca e parë që mbërin në emergjencën tonë. Pastaj janë makrofagët, ekipet që pastrojnë vendin pas petejës. Janë qelizat NK, që janë forcat speciale RENEA, që ndihmojnë qelizat për të eliminuar elementet e rrezikshme në trupin tonë dhe kancerat. Trombocidet janë brigadat e rindërtimit që mbyllin plagët dhe ndalojnë gjakërrjedhjet tona. Në kufit e qyteti kemi policin kufitare, që është lëkura. Ndërsa aciditeti i stomakut miq është postobloku kufitar, që ndalon shumicën e armiqve para se të hyjnë në qytetin tonë. Dhe mikrobioma jon është situata e ruajtjes së rendit dhe ekuilibrit në lagjet tona, duke qëndruar vigjilente. Por kur rreziku bëhet më i madh, duhet të ngrihet ushtria. Dhe trupi jon ka ushtrinë më të jashtëzakonshme. Limfocitet T, që janë strategët e luftës, limfocitet B, që janë fabrika e armëve që prodhojnë antitrupa për sëmundjet tona. Ndërsa nyjet limfatike janë qendrat e komandës kur planifikohet e gjithë beteja, pra shtruri i gjithsaj. Pas çdo beteje, qyteti duhet të shërohet. Dhe është palca e kockave që është materniteti i prodhimit të qelizave të reja. Mërqia është laboratori qendror që ka për të filtruar dhe të pastruar çdo gjë në këtë qytet. Ajrin, ujrin, çdo element. Dhe shpretka janë rezervat, pra ushtria rezerv në qytetin tonë. Sistemi limfatik është rrjeti i pastrimit dhe i rikuperimit që ndodh më pas. Por miq, në prapasken punojmë papushim dhe punëtorët e mirëmbajtjes në qytetin tonë, që janë fibroplastet, të cilat qepin indet e dëmtuara, qeliza staminale që janë inxhinierët e projektimit dhe të rigjenerimit, enzimat që ne kemi, që janë mekanikët për të rregulluar makinat tona të dëmtuara, që proceset funksionojnë më mirë. Dhe përsëri hymërqia dhe veshka që janë pastrusit e mbeturinave dhe toksinave në qytetin tonë. Por, në këtë qytet të trupit tonë, ekziston dhe një ligj i heshtur. Një qelizë e përfundon misionin e saj,
dhe vdes. Ai hyn në programin që quhet apoptoz. Ajo largohet me dinjitet. Dhe makrofagët janë ata punëtorët e bashkisë të cilët i varosin këto qeliza me dinjitet dhe i lënë vend qelizave të reja. Në këtë qytet edhe vdekja është pjesë e rendit, siç është zakonisht në jetën tonë. Po ky qytet ka dhe shkollat e saj, limfocidet e memorjes dhe antitrupat që ruajnë gjithë historinë dhe memorizojnë çdo betejë për të rritur sistemin ton inflamator, antiinflamator. Trupi ynë i kujton të gjitha betejat, fillon mëson dhe përgatitet për të ardhmen në qoftë se do kemi sulmime të reja. Por qyteti jon ka dhe teatro dhe emocione. Në sistemin limbik luhet drama e jetës, ndërsa dopamina, serotonina janë neurotransmetuesit që japin muzikën, gëzimin, dashurinë, pra japin emocionet. Pra në një skenë gjigante. Dhe në çdo qelizë kemi dhe fabrikat e energjisë, që janë mitokondrit. Pa to, qyteti nuk ka drita dhe fiket. Gjaku është trafiku i këtij qyteti, si makinat në autostradat tona, dhe arterjet tona në trup janë autostradat, venat tona janë rrugët e kthimit, kapilarët ton janë rrugicat që furnizojnë çdo shtëpi në atë lagje. Po të bllokojmë këto rrugë, lagja mbetet pa furnizim. Dhe tani mendo për këtë, në çdo sekond, brenda teje miku im dhe mikja ime, miliona qeliza punojnë, luftojnë, rindërtojnë dhe pastrojnë, pa zhurmë, pa ankesa, pa e kuptuar, pa kërkuar asgjë në këmbim. Sepse brenda teje jeton qyteti më inteligjent në univers. Një qytet që të mbron, një qytet që ty të shëron, një qytet që sakrifikon çdo ditë për ty. Prandaj, kujdesu për të. Sepse mund të kesh para dhe pasuri sa të duash, mund të kesh famë sa të duash, por nuk ke kur ndot një trup të dytë. Ndaj respektoje trupin tënd, se është amanet nga Zoti dhe duaje trupin tënd, që të jesh jo vetëm i shëndetshëm, por edhe i lumtur. Sepse kur kujdesemi për trupin, ti kujdesesh për një civilizim të tërë që jeton brenda teje. Ju përshëndes.